Banorët e rrugës Azreni në Ferizaj po ankohen që punimet e rrugës së tyre mbetën në gjysmë. Këta banorë po thonë se kompania kontraktuar nga komuna ditë më parë filloi punët përgatitore për asfaltimin e kësaj rruge, por nuk shkoi asnjë ditë e makineria më nuk u pa. Kështu, gjendja rrugës Azreni u bë edhe më vështirë, kurse banorët e kësaj pjese të qytetit sot po ballafaqohen edhe me balt e gropa të shumta. Ka pas mështror këta në prill, edhe kaloj prillin nuk ka ardhur mars. Dy po mendoj kanë punu çto, e gryten. Në ditë e kanë pastru këto edhe mo ka shku të tërkon me punua nuk e di. Edhe këta kanë bëkshër sa s'ka nuk e di edhe tash. S'po di edhe kur apo ju drejtu tash. Kush i këshyr këta? Kush a bëkshër? Për këta nuk e di. Që tash falxhade po shihet çka kanë lënë këto. Tash edhe banorët kanë vjetë për me dojmë shel, kjerët i kalon për jashtë, anë për rrugë për jashtë atë, edhe s'dim tash, kura më ju drejtu, qëfar halli, qa me bo tash? Po që po janë njësë, po e kanë lonë gjysë, diçka interesant, edhe po në vjesë si keq, kush për shek, edhe po kesh me neve. Edhe në qështë qa o mongë shkë, vishë në mashtrunë, po gjej, ku pas në qëtë, atje kanë shtu atje, vetën e kanë shtu mirë, se i ka të vetë atë, e kështë shtu super, soqa. Atje mirë këtu i jo, kush kërun, kërkon heqë. Më që ditë, valloj keq. Edhe me pas në i faras të shemë, në smutën të shka kina probleme dalë. Që aty është shumë probleme, se këja ka njësë, po nuk e di për çfarë arsye e kanë lënë. Qaja është arsye, se këtu me rregullojnë, ashtë e rregullojnë, po për çfarë arsye e kanë lënë. As se kanë njoftu kërkan, as neve s'na kanë njoftu. Në anën tjetër, i kontaktuar me telefon, drejtori i infrastrukturës, Gafuri Lazi, e pranoi se punëtorët e firmës Metropark kanë filluar ditë më parë punët për asfaltimin e rrugës Azreni, por për shkak të motit me shi, firma është detyruar t'i ndërprej punimet përkohësisht. Ndryshe, rruga Azreni, e cila që disa vjet pret dorën e pushtetit, është e gjatë 370 metra dhe në të banojnë rreth 30 familje.